Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjithë hoxhallarët tani në Ramazan flasin për vlerën e madhe që ka 10 që i fundit Ramazanit dhe nata e Kadrit. Atë që Allah i Madhërisht në Kur'anin Fisnik e ka treguar, nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Dhe për atë shkak besimtarët motivohen dhe nxiten që në gjithë 10 e fundit Ramazanit të gjallërojnë netët me adhurime për të arritur këtë natë madhështore e cila është më e mirë se 1000 muaj. 1000 muaj janë parafërsisht 83 vjet e 4 muaj. Një ymër shtesë, një jetë e plot që e fiton besimtari madhurime që i bën në këtë muaj. Mirë, po parashtrohet pyetja. A vetëm kjo natë është natë në cilën Allahu i Madhërisht e derdh kaq shumë bujarisht mëshirën e tij? Përgjigjja është jo. Shumë vepra të mëdha dhe të mira janë gjatë jetës së besimtarit ku Allahu i Madhërisht e manifeston mëshirën e tij. Shembull, agjërimi, të cilën e agjërojmë 30 ditë të Ramazanit apo 29 ditë sikurse është në këtë vit. Çdo ditë agjërimi është aq madhështor saqë shpërblimi është impozant, te i mase është mahnitës, i mrekullueshëm që se din askush me tregu sa është i madh. Është i madh shpërblimi për agjërimin, aq sa është e madhe bujaria e Zotit Dhul Xhelal. E mëshira dhe bujaria e tij është shumë e madhe, saqë kaplon dhe dominon edhe hidhrimin e tij. A është vetëm kjo? Jo. Ka shumë vepra të mira që shpërblimi për të është madhështor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, haxhi i pranuar ka shpërblimin në xhennetin. Haxhi i pranuar i shlin të gjitha mëkatet që i bën njeriu me harrat. A është vetëm kjo? Momentet ku manifestohet mëshira e Allahut dhe bekimet e tij dhe shpërblimet madhështore janë të shumta. Për shembull, sadakaja rrjedhse, që ti sot e jep, sot e ndërton, sot e realizon dhe ajo ngelet gjallë pas teje dhe shumë vite, qindra dhe mia vite. Xhamia që ndërtu para 5 shekujve apo 6 shekujve, që janë akoma gjallë dhe që besimtarët në to e adhurojnë Allahun Dhul Xhelal, vazhdon ai që ka ndërtuar xhamin të vjel shpërblimin e madh nga adhurimet që bën në xhami. Sikurse edhe kjo xhami që është ndërtuar tani, nëse ka ymër të gjatë, nëse ka qenë e sinqert dhe ka ymër të gjatë të gjitha vitet që do të funksionon kjo xhami si xhami dhe besimtarët do falen në te, 1000, 2000, 3000, shpërblimin dhe e merr ai që e ka ndërtuar. A është vetëm kaq? Jo. Dituria që e kanë lënë dietarët e mëdhenj të Islamit pas vetë dhe atë që mund ta lëmë na me shkrimet e tona, me postimet e tona, me videot e tona, me librat që lëm pas, edhe ajo është një derë e madhe e shpërblimit e cila nuk nalet, megjithse ti mund të vdesësh, e dituria që ti e ke lënë pas vete vazhdon me qenë gjallë. Librat që kanë shkruar dietarët në shekullin e 2 apo shekullin e 3 hijretit janë të dobishme edhe tani në shekullin e 15. Dhe të 13 shekuj musliman përfitojnë nga edituri dhe 13 shekuj me radhë i shkon shpërblimi atyre që kanë shkruar atë libër. Shifni sa është e madhe mëshira e Allahut. Normalisht, fëmia që lutet për prindin, besimtari që lutet sot për besimtarët e parë, këto janë shpërblime të mëdha marramendese. Për shembull, nëse ne sot lutemi që Allahu t'i falë të gjithë besimtarët dhe besimtarët, e në botë sot janë 2 miliard e 200 milion musliman, do të ti fiton shpërblimin e 2 miliard e 200 milion muslimanve. Por nëse themi, o Zot, falim besimtarët që nga dita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri më sot janë miliarda dhe miliarda njerëz besimtar, që ti nëse lutesh për ta e fiton shpërblimin e gjithë atyre njerëzve që kanë qenë besimtar. E kuptoni sa është e madhe mëshira e Allahut. Andaj në Ramazan, në 10 e fundit, kërkimi i natës Kadrit është vetëm për të treguar se ne kemi të bëjmë me një Zot që është i gjithëmëshirshëm edhe falës i madh. Ashtu që shfrytëzoni këto momente nga gjithë jeta juaj që të fitoni faljen e madhe nga Allahu i Madhërisht dhe bekimet e tij dhe mëshirën e tij. E nga kjo kuptojmë edhe një gjë, se njeriu sado që ka mëkate dhe gabime dhe mangësi, kur ka të bën me kësih Zoti, i cili vazhdimisht i hap dyert e faljes së tij dhe dyert e mëshirës së tij, e jep një mesazh të jashtëzakonshëm madhështor se nuk ngelet besimtar që beson Allahun si duhet dhe i nështrohet madhënisë së tij, e don atë
i friksohet atij, e shpreson atë dhe i nështrohet urnave të tij, sigurisht se ai njeri, duke pas parasysh këto dyert të mëdha të faljes dhe të mëshirës, në fund do jetë banor i xhenetit. Andaj 10 që i fundit të Ramazanit, nata e 4 duhet na tregon se dyert e mëshirës të Allahut janë të mëdha dhe ajo duhet me qenë ajo që na jep shpresë të madhe në fitimin e kësaj mëshire dhe bekimit dhe shpërblimin nga Allahu i Madhreshëm, e pastaj jemi edhe banor të xhenetit inshallah taala. Lusim Allahun e Madhreshëm që Allahu t'i pranon adhurimet tona këtë 10 që në fundit të Ramazanit, na bën për atyre besimtarve që arrin natën e 4 me lutje, adhurim dhe lutje të sinqerta që Allahu na i fal mëkatet tona, na i pranon adhurimet tona, na jep ymër të gjatë, të mbushur me vepra të mira, e dalim nga kjo botë duke fituar kënaqësinë e tij. E kjo është qëllimi më i madh që mund ta ketë njeriu në jetën e tij. E kush e fiton kënaqësinë e Allahut, gjithsesi se ai ka më qenë banor i xhenetit inshallah taala. Allah i pranoft për neve këto adhurime. Zoti ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma falni për